Jeni duke ndjekur televizionin kombëtar Klan News, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës deri në orën 19. Menjëherë pas pak mes të tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Edi Rama theksoi se integrimi dhe reforma në drejtësi janë dy bazat e forta të socialistëve pse duhet të votojnë dhe të vijojnë të qeverisin. Ai tha nga Elbasani se dyert e BE-s janë hapur dhe 11 maj është votë për antarësim. Por Sali Berisha ka deklaruar se do të jetë Partia Demokratike ajo që do të fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ai deklaroi se Rama do të dorëzojë pushtetin në 12 maj, duke e cilësuar aleancën e opozitës si goditjen më të madhe ndaj qeverisë. Biznesmeni Elman Abule ka dëshmuar për rreth 4 orë sot në SPAK. Ai po hetohet në masën arrest në shtëpi në kuadër të hetimeve për Erion Velie dhe bashkëshortën e tij. Mbi Abule në rëndon akuza e pastrimit të parave. Tur operatorët janë optimist për një sezon tjetër të suksesshëm turistik. Ata presin një rritje të këtij sektori deri në 20%, ndërsa të ardhurat e gjeneruara parashikohen në 5 miliard euro. Autoritetet turke kanë arrestuar kryebashkiakun e Stambollit Ekrem Imamoglu vetëm disa ditë para emërimit të tij si kandidat presidencial. Rivali kryesor i Erdogan akuzohet se është lider i një grupi kriminal. Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore në shtëpinë e futbollit përpara udhëtimit për në Angli. Kumbulla dhe Ismaili kryen stërvitje të diferencuar, por do të jenë të gatshëm për trajnerin Silvinho. Ekipi mbërrin në Londër në mbrëmje. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se integrimi dhe reforma në drejtësi janë dy bazat e forta sepse socialistët duhet të vijojnë të qeverisin vendit. Ai ka deklaruar nga Elbasani se dyert e Bashkimit Evropian janë hapur dhe se 11 maj është votë për antarësimin. Kreu i qeverisë theksoi se shqiptarët duhet të mendojnë për familjen dhe fëmijët e tyre. Edhe në prezantimin e kandidatëve të Partisë Socialiste në Elbasan, kryeministri Edi Rama e vuri theksin te rëndësia fitore së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, si forca e vetme që mund të antarësojnë vendin në Bashkimin Evropian. Këto zgjedhje përkojnë me një moment të jashtëzakonshëm historik ku për herë të parë mundësia e hyrjes në Bashkimin Evropian të Shqipërisë është jo vetëm reale, por është aktuale. Një tjetër arsye që duhet të votohet Partia Socialiste për të marrë mandatin e 4 është edhe reforma në drejtësi. Prokuroria do fillu nga SPAK-u. Shpatën e ka të vetëm. Dhe kjo është vetëm vullnet i yni. Po vjen 11 maj, ne i themi shqiptarëve votoni këtu që shpatën të vazhdoj ta ketë drejtësia dhe mos vita marri pushteti politik prap. Sepse nga ana tjetër Këneta i thot, ne në datën 12 do të çlirojmë TikTokun dhe do shkrim SPAK-un. Nga Elbasani, kryeministri komentoi edhe partitë e reja. Moçaleve të vogla që janë krijuar rreth Kënetës, edhe që i thonë vetes jemi parti të reja, jemi të rinia që po vjen me baballarët dhe me tezet në listat e mbyllura. Duke përmendur Dashnor Sulën, i cili mbeti jashtë listave, Rama tha se dera e Partisë Socialiste është e hapur për të gjithë. Nga ngjyra e flamurit tonë, nga ngjyra e flamurit BE, do të jemi të hapur. Rëndësi ka që njerëzit kenë dritë në sy për Shqipërinë. Kjo është partia jonë, se mund të jetë dhe i ditë edhe Dash Sula. Po për momentin duhet të dezinfektohet. Aty një njeri me ulërima për ditë, për komunitetin e vete, për miletin atje, se kanë ata një dytë aty si. Në mbyllje të takimit me kandidatët e Elbasanit, kryesocialisti Rama tha se në manifestimin e madh të hapjes së fushatës do të prezantojnë programin dhe objektivat për Shqipërinë 2030. Se thonë s'keni program, jo që programi, si s'pasin program? Jo, se ti ke vetëm timone, ke vetëm tepsie, ta shike nxjerr Kënetën, po këto janë lezeti i fushatave. Por Sali Berisha ka deklaruar se do të jetë Partia Demokratike ajo që do ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ai deklaroi se Rama do të dorëzojë pushtetin në 12 maj, duke e cilësuar aleancën e opozitës si goditjen më të madhe ndaj qeverisë. Berisha ka komentuar edhe ftesën e Edi Ramës për deputetin Dashnor Sula.
Integrimi është kthyer në një nga pikat kryesore të përballjes së mazhorancës dhe opozitës. Kryetari i PD-s Sali Berisha u shpreh se Shqipërinë në BE do ta integrojë qeverisja e Aleancës për Shqipërinë Madhështore dhe me merit, duke akuzuar kryeministrin Rama për mashtrim. Edi Rama e dorëzon me 12 maj dhe i garanton shqiptarët se për qeverinë e ardhshme tonë, objektivi numër 1 do jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Interesi kombëtar më madhor do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me një dallim themelor i bazuar në merit dhe kur në asgjë tjetër. Me Edi Ramën nuk ka integrim. Me Edi Ramën ka mashtrim dhe vetëm mashtrim. Teksa prezantoi 4 shtyllat kryesore të programit, Berisha cilësoi si prioritet pastrimin e Shqipërisë nga bandat dhe krimi. Nuk mund bëhet Shqipëria madhështore kur ligjin bëjnë bandat. Nuk bëhet dot Shqipëria me banda madhështore. Bandat kanë vetëm një vend, në burg dhe vetëm në burg. Pra shtylla e tretë ishte pastrimi i shtëpisë. Berisha komentoi edhe ftesën që Rama i bëri Dashnor Sulës. Dashnor Sulë është një eksponent i Partisë Demokratike me investime reale në këtë parti dhe vendi i tij është në Parti Demokratike. Njëri të pagabueshëm nuk ka. Ideja e tij për të gjetur stre tek Llapaj e mori përgjigjen nga Rama. Rama i thot atij që sa shkon tek Llapaj, hajde tek unë, se është një lloj, po të paktën jam unë patroni. Ndërsa një lloj justifikimi e pati për gestin e Flamur Nokës në parlament. Flamuri mund mos e bënte atë gest, po Flamuri i njeh që gjuha e tyre është gjithnjë afrodiziake. Me humor, foli për komunikimin Rama Basha në rrjetet sociale. Ate që kishin të fshehtë e nxorën hapur, kaq mund të them, se dashurit janë me faza. Zoti ja u shtoft. Të takimeve me diasporën më 29 mars në një takim me shqiptarët në Kretë të Greqisë. Në një postim në Facebook ai ka shprehur bindjen se me shqiptarët e Greqisë dhe të botës me vete, fitoria për Shqipërinë në 2030 do të jetë e thellë. Kryeministri ka komentuar po ashtu edhe rënditjen e subjekteve politike në fletën e votimit për zgjedhjet e 11 majit, duke thënë se dikush i ka deklaruar i ra 1 Kënetës kurse juve ju ra 5. Rama thotë se i është përgjigjur normal 5-1. Ndërsa ka lajmëruar takimin me shqiptarët në Kretë në stadiumin e mbyllur Kladisos. Kjo do të jetë hera e tretë që kryeministri zhvillon takime me shqiptarët e Greqisë në kuadër të turit të diasporës pas takimeve në Athinë dhe Selanik gjatë vitit të shkuar. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet nga kronika. Biznesmeni Elman Abule ka dëshmuar për rreth 4 orë në strukturën e posaçme antikorrupsion. Ai po hetohet nën masën arrest në shtëpi në kuadër të hetimeve për Erion Velia dhe bashkëshorten e tij. Mbi Abulen rëndon akuza e pastrimit të parave. Atij u zbut masa nga arrest me burg në arrest shtëpie nga gjyqtari i apelit të posaçëm të GKK-s Engert Pullumbi. Gjykata e posaçme e apelit ka konfirmuar deklarimin fajtore për shpërdorim të detyrës të ish kryebashkiakes së Libohovës Luiza Mandi, por ajo nuk do të vuajë dënimin me burg. Apeli ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg, duke e lënë në shërbim prove për 1 vit e 4 muaj. Mandi u procedua pas kallëzimit të një qytetari që pretendoi se ishte dëmtuar prona gjatë një projekti publik për zgjerimin e një rruge. Dy vëllezër janë vënë në pranga nga policia e Tiranës pasi kishin përshtatur banesën e tyre në Laknas për kultivim kanabisi. Ata kishin ardhur nga Anglia dhe ushtronin këtë aktivitet kriminal. Këta që shihni në foto janë dy vëllezër Shkëlqim dhe Fatmir Matraxhi, përkatësisht 38 dhe 28 vjeç. Ata u arrestuan nga policia në Kamës pasi banesën e tyre e kishin përshtatur për kultivimin e bimeve narkotike me llampa. Për rritjen e tyre ishin instaluar pajisje ndriçimi dhe ventilimi, ndërsa energjia elektrike ishte siguruar në mënyrë të paligjshme. Ata dyshohet se janë ndihmuar nga elektricisti i zonës, i cili është arrestuar gjithashtu. Gjatë kontrollit të banesës, policia sekuestroi 20 bim kanabis rreth 60 cm të larta dhe një sasi lëndë narkotike kanabis të përpunuar. Banesa në të cilën kultivohej kanabisi ishte në një ndërtesë trekatëshe ku kati i dytë ishte kthyer në shtëpi bari.
Dy të arrestuarit mësohet se kishin investuar në teknologji të lartë sa largonin edhe erën e hashashit që të mos ndihej në zonën përreth. Për të kamufluar vëllezërit vendosnin muzikë të lartë në banesë. Dy vëllezërit Shkëlqim dhe Fatmir Matraxhi janë kthyer nga Anglia dhe kjo ishte hera e dytë që kishin ngritur një shtëpi bari. Gjatë operacionit u procedua në gjendje të lirë edhe babai i dy vëllezërve, pasi dyshohet se kishte dijeni për këtë veprimtari të paligjshme dhe nuk e kishte kallëzuar. Tani drejt për drejt, kreu i PD Sali Berisha po prezanton programin Demokrat për Pronën. Ndjekim fjalën e tij. Të gjitha ligjet, por shumë nga kufizimet u hoqen. Dhe ajo çka mund të them unë, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave kthej faktikisht 106.000 hektar tokë, nga të cilat mbi 14.000 trull, të tjerë tokë bujqësore, kullota. Në kjo agjensi, me një punë efikase, arriti të rikthej qindra e qindra objekte dhe të dëmshpërblej financiarisht ish pronart me 37 milion euro. Agjensia, përveç këtyre, përzgjodhi 71.000 hektar tokë publike për të kompensuar pronart. Pra, krijoi një fond vërtet të fuqishëm për kompensimin e pronarve për tokat që u detyroi, që nuk kishin më. Nga viti 2014 deri sot janë kthyer gjithsejt, janë zgjidhur gjithsejt 800 dosje. Është bërë gjithçka që kthimi dhe kompensimi i pronave të pegohet në shkallën më maksimale. Nga 26.000 dosje janë zgjidhur gjithsejt 800 dosje. Jo vetëm kaq, pra dëshmi e një vullneti për të mos zgjidhur problemin e pronave. Por këto vite kanë qenë vitet e plaçkitjes më të madhe të pronës që nga vitet 46. Një lukuni e tërë zyrtarshme në krye Edi Ramën u vërsulën mbi pronat private në të 4 anë të vendit. Vete Edi Rama shfrytëzoi marrjen e detyrës kryeministrit për të bërë pronar i sipërfaqe të madhe toke në Himar, pa asnjë dokument kadastral. Pa asnjë dokument kadastral, pa asnjë dokument konfiskimi nga regjimi komunist,
pa asnjë dokument kadastral nga kadastrat e shkuara, me dëshmi të rreme, me akte falsifikatore, dokumentat e familjes cilit faktojnë se gjyshi i tij kishte gjysejt thomaj 4 dhi. Ka që i pasur ishte, dhe Spiro Koleka deklaron se s'kemi patur as një pronë tjetër. Dhe kjo nuk ishte një familje. Pra, sepse Spiro ishte me shkollë, nushët me të cilët i ka marrë tokat, nga varfëria kishin ardhur në Tiranë. Kjo është e vërteta. Janë dokumenta. Dhe tani në jak të pandigjuar ndonjëherë, drejtori i arkivës shtetërore na del deputet i partisë falsifikatore. Kjo është e vërteta. Po ky njeri, me firmën e tij, i jep të vllajt 38.000 metër katror tokë të pronarëve Tiranas, të Rapi Treshit. I vllai është drejtori, menaxheri i klubit Partizan, i jep gjoja skuadrës. Olta Xhaçka merr 10.000 metër katror tokë. Tokë publike kjo. Po që mund të ketë, kurse ky ka mundësi shumë, ka rrezik shumë tjetë i pjesë e kishës. Nga toka që kanë marrë këta, nuk përjashtohet mundësia një pjesë është e kishës. Megjithatë po jetojmë, po e shohim. Pra, u vërsulën në mënyrë të pangopur të bëhen pronar. Ligji i korporatës investimeve është ligji shkatrimtar i pronës. Është ligji vitit 1946. Ju tregoj unë, e kam theksuar, ja u them, ja u tregoj prapë. Një grup financiar i fuqishëm më kontaktoi kur isha kryeministër dhe premtoi një investim 15 miliard euro. Duke punuar me ta, konstatoj se ata kishin këtë projekt. Dhe unë u thash se kjo s'mund të ndodhë kur. Që unë të autorizoj veten me ligj që t'ja marr tokën tjerëve, harroj se ndodh kjo punë. Qoftë se këta multimiliardierë duan të investojnë parat e tyre, janë shumë të mirë pritur, le t'i blejnë tokat me pronarët, majnë marrëveshje me pronarët, po ajo nuk mund ndodhi me një sistem demokratik. Ikem ne nga pushteti, atë ligj, edhe më keq sa s'kishin paraqitur ata, e votojnë parlament, dhe ai ligj autorizon atë, fillimisht e autorizon të nga Velipoja të Kepi Stills, tani e autorizon gjithë territorin e Shqipërisë, kudo që t'i vejë syrin qeveria dhe trafikantët e tij, ai ka autorizimin ta konfiskojë tokën me çmimin që don. Në një dalje posaçme për këtë, unë ju kam bërë të qartë, të gjitha atyre të cilët bëhen përfitues nga ky ligj,
se në mënyrë absolute nuk do të njihet asnjë përfitim. Përkundrazi, do të quhet bashkëpunim në krim. Në një krim të madh. Dhe jam sot këtu për të garantuar pronarët se Partia Demokratike është e vendosur të japë zgjidhjen e plot dhe përfundimtare çështjes së kthimit dhe kompensimit të pronave gjatë një mandatit saj të ardhshëm. Specialistët, ekspertët më kanë njohur mua me shuma të mëdha, të cilat duhen për t'ju përgjigjë këtij problemi. Çdo shumë që duhet për t'ju përgjigjë këtij problemi, qeveria do ta përballojë. Zgjidhja përfundimtare e çështjes së pronës është zgjidhja përfundimtare e çështjes së sistemit. Pa vendosur sistemin në bazën e tij pronësore, sistemi nuk gjen kurrë stabilitet. Ndaj dhe unë i siguroj pronarët se do të ndërhyet në çdo ligj, se do ndërmirret çdo vendim për t'i dhënë zgjidhjen më të ndershme, me rregullat dhe kushtet e tregut, me kompensim fizik ose financiar, ose forma tjera të përzgjedhura nga pronarët, bashkëzhvillimit e tjerë. Dhe kjo çështje nuk do të ekzistojë, do marrë përgjigjen përfundimtare. Çfarë ndodh? 12 vendimet e fundit. Të 12 vendimet e fundit, në pamje të parë në institucione shtetërore, që të gjitha mbi troje private, të ndërtuara, bëhen ndërhyrjet, ngrihen grataçelet dhe pronari s'ekziston. Ose pronarit i thuhet se do marrish kaq. Kur nuk do mund të ndodhin. Dhe ky është një akt antikushtetues, është akt antiligjor. Në ligji dhe parimi, jo vetëm ligji, po dhe parimi, themelor, thotë se në rast se një tokë publike do ndryshoj destinacionin, apo do tjetërsohet, automatikisht i kalon pronarit. Me të drejtë parablerje dhe pronësie të padiskutueshme. Këtu i kanë dhënë të institucionet tëra, me Selman Sterman, me Aslan Rusin, me Selman Sterman, me të gjitha, që janë të gjitha ndërtuar mbi toka pronarësh. Dhe tani i marrin oligarkët, i marrin trafikantët, dhe kjo është një lloj si në 46-ën. Normat e vlerësimit dhe të kompensimit do t'jenë ato të tregut. Do t'jenë të tregut dhe vetëm të tregut. Prona private do mund të zhvillohet mbi bazën e interesave të pronarit dhe parazgjithash interesave të pronarit. Në qoftë se pas kemi një projekt tek Aslan Rusi, jepu pronarëve 40-50% të atij projekti, siç u takon. S'të pengojnë ata.
po përdorimi i tyre, trysnimi i tyre me mafioz, me shtet, me të gjitha mënyrat, është një përsekutim i vërtet, një i dytë politik që u bëhet. Panelistët kanë bërë një punë shumë të çmuar. Janë njerëz që e njohin në themel pronën, parimin, ligjin e pronës dhe pronësisë. Do japin ekspozet e tyre dhe i garantoj se çdo pronar është i ftuar të japë mendimin për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi në 4 vitet që vijnë. Shqipëria ka çdo mundësi që problemet e trashëguara me pronarët legjitim dhe me të përndjekurit politik t'i mbyll gjatë 4 viteve që vijnë. Dhe do t'i mbyll ato. Miqtë e mi, askush nuk mund ta imagjinojë se në çfarë shkalle kanë vjedhur këta qeveritar qytetarët. Do më fani. Qeveria e Edi Ramës ka mbledhur në 12 vite 65 miliard euro taksa. 65 miliard euro taksa. Ka shpenzuar gjithsej të 12 vite rroga 8 miliard euro. Pra 57 miliard euro, ku janë? Çdo shqiptar duhet të pyes veten. Po sa kushtonte kompensimi i pronarëve? Shifrat e larta shkojnë tek 800 milion. Po ta zam 1 miliard. Po ta zam 1 miliard e 500 milion. Po në këto 57 milion nuk mund të kishin pronarët atë që u takonte. Nuk mund të kishin përndjekur ato që u takonte. Është përvetësuar dhe vjedhur në mënyrë që imagjinata nuk e rrok dot. Pllakat e gurve që janë shtruar në 61 sheshe qytetësh janë 2.3 miliard euro. Në një kohë që absolutisht në çdo lloj lapsi ti biesh nuk shkojnë kurrë më shumë se 300 milion euro. Pra, u ndala në këto shifra jo për të s'u ndala për propagandë, po u ndala për të thënë shqiptarëve dhe për të thënë pronarëve se potenciali është i plot për të dhënë përgjigje përfundimtare çështjes detyrimit madhor të qeverisë shqiptare ndaj pronarëve dhe detyrimit madhor të qeverisë shqiptare ndaj ish përndjekurve politik. Faleminderit. Faleminderit, profesor Berisha. Dhe në të vërtetë është e vërtetë në këto 12 vite ne pam një skem e cila Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shpalosur programin e forcës që drejton për pronën duke deklaruar se do të dëmshpërblehen të gjitha ata persona që kanë patur problematika nga qeveria socialiste dhe duke thënë gjithashtu se do të zgjidhet e gjithë çështja edhe e ish të përndjekurve politik. Berisha holli sërish akuza në drejtim të qeverisë së drejtuar nga Edi Rama. Ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe në vazhdim ju njohim me lajmet nga ekonomia. Gjatë takimit në Elbasan, kryeministri Rama ka inspektuar nga afër kantierët më të rëndësishëm të korridorit të 8, tunelet që lidhin Elbasanin me Librazhdin. Ky investim pritet të rrisë potencialin ekonomik dhe turistik të këtyre zonave.
Punimet për aksin Elbasan Librasht, pjesë e korridorit të 8 u inspektuan nga kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministria Belinda Balluku. Ndodhemi në fazën e 5, në kundërtojmë 2 tunele nga 1.1 km secili, të cilat lidhin pjesën e Elbasanit me pjesën e Librashtit. Fund shtatori do kemi përfunduar me gërmimin, pastaj do përdorim gjithë pjesën për të bërë dorëzimin në fillim pranverës të vitit tjetër. Një tjetër investim për të cilin kryeministri u informua është edhe rruga që lidh Dibrën me qarkun e Elbasanit. A dhe fiksimin tim Librasht Dibër? Është mbyllur, janë në hapat e fundit, janë duke bërë detajet, unë besoj që jemi gati në fillim të prillit, janë duke bërë vizime, sinjalistik dhe gjithçka tjetër. Se për ju pas ka qenë kjo botë. Hajde dëgjoni. Mirë rruga Arbër, po tani do dilin dhe ke liqeni po Gradecit me shpejtësi të madhe. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministja Balluku sqaroi dhe banorët e autolishtit se kjo autostradë nuk do të ndajë fshatin në mes, pasi do të jetë me nënkalime dhe mbikalime. Xhamia e Plumbit në Shkodër do të jetë gati në muajin maj për besimtarët, kështu ka deklaruar ministri i Kulturës Blendi Gonxha gjatë inspektimit të punimeve për restaurimin e këtij objekti historik, i shpallur monument kulture i kategorisë së parë. Punimet në Xhaminë e Plumbit në Shkodër, monument kulture i kategorisë së parë, vazhdojnë. Ky monument ikonik për kryeqendrën e Veriut pritet të kthehet besimtarëve në maj të 2025-s, ndërsa ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, teksa inspektoi punimet, kërkoi cilësi të tyre. E rëndësishme është të bëhet mirë. Kjo është shumë e rëndësishme për 1 javë, 2, nuk është në nëse s'ka me gjë me besimtarët. Po puna është që cilësia është kryesorja, më kupton? Punimet janë mirë, afati duket sikur kapet. Çdo detaj origjinal i monumentit është ruajtur, ndërsa vetë ministri Gonxha vlerësoi ecurinë dhe cilësinë e ndërhyrjeve të kryera deri më tani në monument. Pjesë e procesit të punimeve restauruese dhe rietizuese përfshin atë të drenazhit, shumë e nevojshme për këtë monument për shkak të përmbytjeve, konsolidimin dhe përforcimin e strukturës, ringritjen e minarës e të tjerë. 500.000 euro është kostoja për restaurimin e objektit, ndërsa në total ka vlerën 3 milionë eurove me sistemimin në tërësi të detajeve dhe hapësirës së Xhamisë së Plumbit. Operatorët turistik duhet të certifikohen për të ushtruar aktivitetin e tyre. Kjo parashikohet në draftin e hedhur për konsultim që sheh rritjen e cilësisë së shërbimit nga objektet që operojnë në këtë sektor. Ndërsa një tjetër kriter është ajo që duhet të kenë një drejtues teknik me eksperiencë në turizëm. Teksa kanë nisur përgatitjet për hapjen e sezonit të ri turistik në vendin tonë, qeveria ka vendosur që të rrisë standardet, kërkesat dhe mënyrën e funksionimit të operatorëve turistik. Kjo evidentohet nga drafti i hedhur së fundmi për konsultim publik, nëpërmjet të cilit synohet të rritet cilësia e shërbimeve nga këta operatorë dhe subjekte që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin e turizmit, nëpërmjet punësimit si drejtues teknik të një personi i cili ka eksperiencë pune të mëparshme në fushën e turizmit. Në projekt vendim përcaktohet që drejtuesi teknik për nevojat e ushtrimit të veprimtarisë së tij duhet të vërtetojë se zotëron të paktën 2 gjuhë të huaja, kjo nëpërmjet një dëshmie specifike apo certifikate konkrete. Operatorët turistik, duke patur si drejtues të aktivitetit të tyre një person të mirë arsimuar, do të mundësojnë ofrimin e një shërbimi më cilësor dhe me standardet e kërkuara për klientin apo vizitorin, në një kohë kur veprimtaria zhvillohet në bashkëpunim me furnizuesit e shërbimeve brenda dhe jashtë vendit. Institucionet dhe organet që ngarkohen për zbatimin e aktit të publikuar së fundmi janë Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe strukturat përgjegjëse për inspektim në fushën e turizmit, që njëkohësisht duhet të bëjnë edhe zbatimin e këtij vendimi. Ndërkaq turoperatorët turistik në Shqipëri janë të bindur se edhe viti 2025 do të jetë i suksesshëm në sektorin e turizmit. Ata presin një rritje të këtij sektori deri në 20%, ndërsa të ardhurat e gjeneruara parashikohen në 5 miliard euro. 2025 pritet të jetë një vit pozitiv turistik. Për turoperatorët, kontrata tashmë janë lidhur dhe shifrat tregojnë se 2025 do të ketë një rritje prej 15% deri në 20% më shumë se viti 2024, ndërsa pritshmëritë janë që nga kjo industri të gjenerohen 5 miliardë euro. Turoperatorët pothuajse kanë tezaruar kapacitetet. Këtë vit, duke i referuar këtyre lloj kontratave, ne jemi gati 15-20% rritje. Ne mendojmë që këtë vit mund të shkojmë tek 5 miliardë euro që gjenerohen në ekonominë shqiptare nga turizmi. Një treg i ri që po zgjedh Shqipërinë janë turistët izraelit, ndërsa ekzistuesit si Italia, Polonia dhe vendet e lindjes së mesme po shtohen në numër. Kryesisht janë tregu izraelit, fillen dhe avionët charter. Kemi pastaj edhe shtim të numrit nga vendet e
lindjes mesme nga Gjermania. Zonat që janë më të kërkuar nga të huajt mbetet Bregdeti i Durrësit dhe ai i Jonit. Kryesisht më mirë është pjesa e Bregdetit Durrësit. Një volum të madh të kapacitetit të këtyre hoteleve e kanë kontratat me garanci. Por edhe hotelet e jugut janë me tjetrin pothuajse trend. Kryetari i Unionit Turistik Rahman Kasa thotë se tashmë në vendin tonë mund të flasim për turizëm cilësor, pasi edhe mesatarja e shpenzimeve të turistëve të huaj në vend shkon mbi 100 euro dita. Gjë që tregon se po i parafrohemi rajonit me koston ditore që shpenzoni turist Shqipëri. Flas gjithmonë për turizmin deri ke turizmi i mesëm, për turizmin cilësor. Gjatë vitit që lam pas, Shqipëria mikpriti rreth 12 milion turist, duke shënuar një rritje me 15.2% të vizitorëve të huaj në vend, ndërsa këtë vit bëhet gati që të kapërcejë jo vetëm shifrat e 2024-s, por dhe të ofrojë një performancë edhe më të mirë të shërbimeve në këtë sektor. Riviera shqiptare rekomandohet edhe nga rrjeti i njohur televiziv Euronews, i cili thotë se është një mundësi e mirë për një aratisje perfekte në plazh. Një prej arsyeve kryesore pse duhet vizituar Shqipëria, sipas këtij artikulli, është se rënditet tek vendet ende të paprekura nga turizmi masiv. Jeni duke kërkuar plazhe me kosto të ulët? Rrjeti i njohur televiziv Euronews në gjuhën italiane shkruan se Shqipëria është zgjedhja e duhur. Vendi ynë ende nuk është prekur nga turizmi masiv, çka është një arsye tjetër për turistët italian për ta vizituar. Ata që duan detin duhet të drejtohen rivierës shqiptare, ku yra e bardhë dhe ujërat e kaltër janë krahasuar me destinacionin egzotik të Maldiveve. Nga vlora në Ksamil, riviera shqiptare ofron gjithçka, nga vendpushimet e gjalla bregdetare deri tek plazhet e qeta. Termiu është një nga plazhet më të njohura në vendin tonë e më të preferuarit. Në jug, turistët do të zbulojnë Ksamilin, të cilin përdorësit e rrjeteve sociale e kanë quajtur Maldivet e Europës. Plazhet si Pema e Thatë janë bërë të njohura në TikTok për çadrat e shezllonget e veçanta, të disponueshme për të marrë me qira për vetëm 9 euro në ditë. Rekomandon të vizitohet Parku Kombëtar i Butritit, por edhe Saranda që ndodhet shumë pranë Ksamilit. Edhe plazhet e Borshit mbeten një opsion i mirë për udhëtarët. Në fund të shkrimit thekson se Vlora do të ketë aeroportin e saj, i cili do t'i mundësonte akses të drejtë për drejtë turistëve në rivierën shqiptare. Megjithatë, për momentin udhëtarët mund të marrin edhe një tragjet nga Korfuzi për në Sarandë në jug. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për të tjera zhvillime. Kryeministra italiane Giorgia Meloni u ka deklaruar senatorëve se pavarësisht pezullimit, protokolli me Shqipërinë për emigrantët mund të merret si një model nga vendet e Evropës. Ajo ka deklaruar se të drejtat themelore të azilkërkuesve do të garantohen në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka vlerësuar nismën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që në samitin e liderëve evropian që mbahet këtë fundjavë në Bruksel, t'i hapet rruga marrjes përballë të modelit italo-shqiptar për hapjen e qendrave për menaxhimin e azilkërkuesve jashtë territorit të Bashkimit Evropian. Për sa i përket protokollit me Shqipërinë, ju i kuptoni arsyet pse për momentin zbatimi i tij është pezulluar. Kjo çështje po shqyrtohet nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Shumica e shteteve anëtare të BE-s dhe Komisioni Evropian mbështesin qëndrimin e qeverisë italiane për këtë çështje. Në propozimin e presidentes së KE-s Ursula von der Leyen për Këshillin Evropian që mblidhet këtë fundjavë, thuhet se duhen hapur qendra pritje në shtetet të treta jashtë BE-s për shqyrtimin e kërkesave të azilkërkuesve. Kjo nuk do të ndodhte nëse Italia nuk do të kishte kurajon që të inicionte protokollin me Shqipërinë. Me këtë kurajo, ne ju përcollëm të tjerëve në BE zgjidhje inovative për të përballuar së bashku flukset migratore. Vetë Ursula von der Leyen në letrën e saj për krerët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian shkruan: Ne po hapim mundësinë që shtetet anëtare të krijojnë qendra riadhesimi në shtetet e treta jashtë Bashkimit Evropian. Ky është një element i rëndësishëm i diskutimit tonë mbi zgjedhjet inovative për të trajtuar me vendosmëri migrimin e palishëm në bashkëpunim me vendet partnere, duke siguruar që të drejtat themelore të azilkërkuesve të garantohen në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Më 20 mars në samitin e liderëve evropian në temën e përballimit të migracionit të palishëm, pritet që të vendoset për operacionet e riadhesimit, të cilat mund të organizohen tashmë drejt për drejti nga Frontex me vende të treta jashtë Bashkimit Evropian. Pakti i ri për emigracionin krijon mundësi që të thjeshtohen procedurat e riadhesimeve. Komisioni Evropian aktualisht po përgatit një listë të vendeve të sigurta të origjinës, e cila duhet të miratohet nga Parlamenti dhe Këshilli Evropian në javët e ardhshme.
Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë thotë se çështja e personave të zhdukur gjatë luftës mbetet një nga prioritetet e dialogut. Në mbyllje të vizitës në Prishtinë, Sorensen ka takuar edhe përfaqësuesit e listës serbe. I dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen ka përfunduar vizitën e tij në Kosovë duke vënë parë rëndësinë e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur gjatë luftës. Sipas tij, kjo çështje mbetet prioritet në dialog. Deklarata e përbashkët e Kosovës dhe Serbisë për personat e zhdukur ende nuk ka gjetur zbatim, ndërsa pritet fillimisht formimi i komisionit të përbashkët. Sorensen gjithashtu ka takuar edhe drejtuesit e listës serbe. Sipas komunikatës për media të kësaj partie, ata janë ankuar te emisari evropian se kryeministri Kurti ja dha një mandat ministrit Nenad Rashić sipas tyre me vota të shqiptarëve. Kjo parti tha se ka kërkuar nga i dërguari i ri që të jetë neutral dhe të bëjë gjithçka që është e mundur që marrëveshjet e nënshkruara të zbatohen, veçanërisht në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Derisa Sorensen në platformën e tij X e ka përmbyllur vizitën me një foto nga pika kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdare, në të cilën ka investuar BE-ja. Ai ka shkruar se është koha për të rritur bashkëpunimin dhe për të modernizuar edhe të gjitha pikat e tjera të kalimit Kosovë-Serbi. Është stabilizuar gjendja 178 të plagosurve të tragjedisë së Koçanit ku humbën jetën 59 persona. Autoritetet në vend kanë nisur kontrollet në të gjitha klubet e NATO-s ku kanë kërkuar mbylljen e disa prej tyre për mos plotësimin e kushteve. Edhe këtë të mërkur, disa ditë pas tragjedisë në Koçan, ka vijuar transportimi i pacientëve në spitale jashtë Maqedonisë së Veriut. 5 të lënduar janë transportuar për në Suedi për ndihmë të specializuar. Sipas ministrit të shëndetësisë Arben Taravari, gjendja e pacientëve është e qëndrueshme dhe disa prej tyre do të lënë spitalin dhe do kthehen në shtëpitë e tyre. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dalë nga dalë të nisin disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Këto deklarata, ministri Taravari bëri një ditë pasi vizitoi në Selanik pacientët të cilët po marrin ndihmë aty. Në spitalet e vendit, numri më i madh i të shtruarve është në Shkup, ndërsa 3 prej pacientëve ndodhen në spitalin e Shtipit. Tragjedia ndodhi mëngjesin e së dielës, ku nga përdorimi i lëndëve piroteknike mori zjarr klubi i natës në Koçan. 59 persona humbën jetën, kryesisht të rinj, ndërsa viktima në moshë më të re ishte një 14 vjeçare. 20 persona u vunë në pranga si përgjegjës për tragjedin, ndërsa mes të arrestuarve është edhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, i cili ndodhet në paraburgim. Kuvendi i Serbisë ka konfirmuar dorëheqjen e kryeministrit Miloš Vučević. Me dorëheqjen e tij duhet të nisë menjëherë puna për zgjedhjen e qeverisë së re. Nëse deri më 18 prill nuk zgjedhet qeveria e re, do të mbahen zgjedhje të reja parlamentare. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić ka falendëruar Vučevićin për kryerjen e ndershme sipas saj dhe të drejtë të detyrave të tij gjatë kohës që ishte kryeministër. Vučević dha dorëheqjen e tij të parevokueshme më 28 janar pas protestave të mëdha të qytetarëve, të cilët kërkojnë që shkaktarët e tragjedisë Novi Sadit, ku humbën jetën 15 persona, të dalin para drejtësisë. Biseda telefonike me Zelenskin ka shkuar mirë. Kështu deklaroi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Para bisedës telefonike është kryer shkëmbimi i qindra të burgosurve mes Moskës dhe Kievit. Ndryshe nga takimi 28 shkurtit në zyrën ovale që u shoqërua me tone të nxehta, biseda telefonike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Ukrainas këtë herë shkoi mirë. Këtë e deklaron vetë kreu i Shtëpisë së Bardhë në këtë postim në rrjetet sociale. Sapo përfundova një telefonat shumë të mirë me presidentin e Ukrainës, Zelenski. Ajo zgjati afërsisht një orë. Pjesa më e madhe e diskutimit u bazua në thirrjen e bërë dje me presidentin Putin, në mënyrë që të parafronin Rusinë dhe Ukrainën për sa i përket kërkesave dhe nevojave të tyre. Ne jemi në rrugën e duhur dhe unë do t'i kërkoj sekretarit të shtetit Marco Rubio dhe këshilltarit të sigurisë kombëtare Michael Waltz të japin një përshkrim të saktë të pikave të diskutuara.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte deklaruar se do të fliste me presidentin Donald Trump për t'i kërkuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës të monitoronin një armpushim midis Ukrainës dhe Rusisë, për të cilin ai thotë se presidenti rus tashmë e ka injoruar. Moska dhe Kievi akuzuan njëra tjetrën për nisjen e sulmeve ajrore që dëmtuan infrastrukturën vetëm disa orë pasi udhëheqësit e tyre ranë dakord në parim për të ndalur sulmet në infrastrukturën energjetike. Para bisedës telefonike, Rusia dhe Ukraina kanë shkëmbyer ushtarë dhe të burgosur me ndërmjetësimin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Kremlini konfirmoi këtë shkëmbim që u arrit pas bisedimeve midis presidentit amerikan Donald Trump dhe atij rus Vladimir Putin të martën. Moska ktheu 175 të burgosur Ukraina si dhe 22 të burgosur lufte që kishin nevojë për ndihmë urgjente mjekësore, ndërsa Kievi ktheu 175 trupa ruse. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet nga sporti. Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore në shtëpinë e futbollit, ndërsa në mbrëmje sonte do të jenë në Londër. Kumbulla dhe Ismaili kryen stërvitje të diferencuar, por gjithsesi ata do të jenë të gatshëm për teknikun Silvinho. Kombëtarja shqiptare e futbollit u stërvit në paraditjen e së mërkurës në shtëpinë e futbollit. Si fillim Kuqezin punuan në palestër, më pas dolën në fushë ku punuan me ushtrime pa topin e në vazhdim edhe me topin. Me grupin ishte edhe mbrojtësi Marash Kumbulle, i cili ishte stërvitur në mënyrë të diferencuar për shkak të një shqetësimi. Nga stafi mjekësor u krye një kontroll edhe për mbrojtësin tjetër Ardian Ismaili, ku rezultoi se gjithçka ishte në rregull për mbrojtësin 28 vjeçar. Me futbollistin që pas shqetësimeve të shfaqura në seancën stërvitore të së martës është në dispozicion të trajnerit Silvinho. Stërvitja e radhës e kuqezinjve do të jetë në stadiumin Wembley të enjten. Trajneri Silvinho dhe stafi teknik ndërkohë vazhdojnë monitorimin e futbollistëve për të krijuar opinionin e nevojshëm për të përzgjedhur formacionin që do të jetë në fushë kundër tre luanëve. Sfida e 21 marsit do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin Klan.